Janë një grup tur operatorësh nga Anglia që janë dalur në qytetin e Gurt për të bërë pjesë e klasave të gatimit, të cilat Gjirokastra i ofron për të gjithë ata që kanë dëshirë të provojnë eksperiencën e gatimeve tradicionale, të cilat në përfundim edhe i shijojnë. It's absolutely beautiful. Një qytet shumë i bukur, i mrekullueshëm. Njerëzit kanë një mikpritje që vërtet është befasuese që në shtete të tjera nuk e shikon shpesh këtë gjë. Shqipëria është një destinacion i bukur. Na pëlqejnë më së shumti vendet që japin diçka ndryshe për pjesën e kulturës, traditave, destinacioneve. Për pjesën e gatimeve që patëm mundësinë sot, do doja t'i provoja në shtëpi, sidomos byrekun sepse është një ushqim i preferuar. Qifqia është pak e vështirë, por do shoh. Well, what ingredients to put into the food. Organization from the UK. Për ne është e rëndësishme kjo vizitë për të parë se si gatuhet. Na pëlqen Shqipëria se është një vend që ka tradita dhe kulturën që kanë njerëzit, me mikpritjen e tyre të veçantë. Po ashtu edhe ushqimet që janë tradicionale, shumë të shëndetshme, organike çdo gjë. Kolegët po e pëlqejnë këtë vend edhe besoj se edhe vitet në vazhdim Shqipëria do të jetë një destinacion që do ketë rritje. Gatimet që bëm sot janë byreku tradicional dhe qifqi, që janë si qofte po me oriz. Byreku është një nga ushqimet tona të preferuara. Këtë javë që po qëndrojmë në Shqipëri. We're making qifqi now. Në këto ora ta udhëhoqën nga Mimoza Duka, e cila përmes komunikimit ja bën argëtuese këtë eksperiencë. Ne kemi filluar të qesh në muajt e parë, duke filluar marsi dhe vazhdojmë akoma. Këta janë të interesuar për gatimet tradicionale të Gjirokastrës. Ndërkohë, unë me këta bëra byrekun, këta unë ndihen shumë okej, tani po merren me qifqin, një recetë shumë e vjetër gjirokastrite. Këta shikojnë dhe digajnë e qifqive dhe janë të interesuar, më thonë, si ka mundësi këtë diçka kaq e vjetër të rezistoj kohrave. Po i them Gjirokastra ka trashëgimi të paparë. Klasat e gatimit ofrohen për vizitorët e Gjirokastrës prej disa vitesh, që prej marsit janë organizuar rreth 30 të tilla, thot Manjula Shehu, administratorja e këtij lokali në qafën e pazarit. Klasat e gatimit kemi që në muajin mars, në fakt kemi filluar kryesisht punojmë me agjensitë dhe me grupe, kemi të rezervuara dhe bëjmë një kalendar për vitin. Ka qenë viti mirë, ka pas më shumë klasa dhe kemi qenë më të organizuar në fakt për këtë eksperiencë që ofrojmë, duke qenë se kemi dhe vite tashmë dhe kemi konsoliduar këtë klasën e gatimit. Së bashku me shijen e gatimeve tradicionale, vizitorët marrin me vete edhe recetat të cilat sot janë shpërndarë në mbar botën.